Profesor, një ndeshje shumë e dy luftuar sot, fituar 1-0 ndaj Vllaznisë, një rival direkt, i kënaqur për rezultatin. Mirëmbrëma, po, jam shumë kënaqur, edhe ti e drejtë, sot ishte një derbi, dhe ishte një ndeshje shumë vështirë. Kam shumë respekt për Vllaznia si klub edhe për tifozat, por sot ne edhe ishim skuadra më mirë, edhe merituam të fitojmë në ndeshje. Patjetër, nuk ishte kollaj, ishte fort, vendoset një gol, ishte një gol bukur nga Blezi, por ndoshta mund do fitojmë edhe me një gol tjetër, sepse Ze Gomes ishte një rastit shumë mirë edhe pastër. Por në fundit mund do flasim për pikat edhe patjetër jam shumë kënaqur me një fitore edhe me 3 pikat. Pam një tërheqje të Elbasanit pas shënimit golit dhe të ishte një luftar më shumë. Si merite kundërshtar apo ishte pikat? Nuk mund të them ishim rapa, sepse Shkodra mas kartoni kuq ishte vështirë për Shkodra, edhe çfarë bëre Shkodra, çfarë ishte ideja nga Shkodra. Topi gjatë. Kur ka portier topi neve do zbresim poshtë. Pse? Do luftojmë për topi dut. Nëse ata fillojnë do ruja neve do bëjmë presion. S'kishte mundësi për Shkodra sepse ishte vështirë, ishte me një lojtar me pak. Edhe kjo ishte situata edhe unë si shikoj në ndeshje. Por prap mund të shënojmë edhe një gol tjetër, por edhe një herë sot ishim kundër një kundërshtar shumë fort, një kundërshtar luftoi për mendit parë gjithmonë. A ishte kjo fitore më e bukur ose më e vështirë, ose ajo që keni përjetuar më shumë vetë? Po doshta bashk, edhe me vështirë edhe me bukur. Edhe sot ishte një atmosfera edhe me rëndësishme. Edhe sot ishte një atmosferë perfekt. Doshta atmosfera deri tani me bukur. Edhe unë e tash edhe dje për Panorama Sport edhe të them tani prap tifozat është nota 10. Edhe sot faleminderit shumë. Elbasani, Vllaznia, Ignatia, mendoni se do të jetë treshja e artë se nuk e di, nuk mund të them sepse akoma kemi 3 ndeshje do marrojmë vitit. Çdo javë është e vështirë edhe nuk mund do komentoj akoma sepse ndoshta kur marrojmë paza ndoshta mund do komentoj pak më shumë, por deri tani kemi 9 pikë në lojë edhe më mirë do rim pak qetë edhe mas vitit mund do flasim. Mendoni se kjo ishte fitoria me bindse dhe e keni shijuar më tepër ndaj Vllaznisë? Tani është Juve gjithmonë nga Shkodra ka një putje vështirë. Nuk mund të them ishte bukur, ishte fort, por nuk mund të them si kështu sepse kam shumë respekt për Shkodra edhe do luftojmë deri në fundit me Shkodra për larg, jam sigur. Dhe e fundit kishte reagime nga kampi ku që blodhe nga tifozët e Vllaznisë për gjykimin. Mendoni se ndikojnë në rezultat? Jo. Jo, sigur jo, por unë jam trener, asnjë nuk do bëjmë koment për arbitër, edhe sot nuk ka koment. Kjo është nga mua. Faleminderit. Faleminderit edhe për juve.